Banorët e Rom të Levanit kanë protestuar për mungesën e kushteve bazë për të jetuar. Ata kanë denoncuar mungesën e kanalizimeve të ujrave të zeza, problemet në fushën e mbetjeve urbane dhe asgjësimin e tyre me djegje, si dhe bllokimin e rrugës kryesore dhe dytësore të lagjës nga automjetet e parkuara. Sipas tyre, këto pengojnë lëvizjen e banorëve dhe janë burim konflikti mes familjeve. Rrezik tjetër sjellë dhe lëvizja me shpejtësi e makinave dhe motocikletave që rrezikojnë jetën e tyre. Banorët kanë qenë të ashpër edhe ndaj mos funksionimit të drejtuesve të komunitetit rom. Tani këtu ne kemi disa probleme në këtë lagjen e Romit në Levan, për kanalizime, për ndriçime, për makinat që kalojnë shpejt, se kemi fëmijë, gra, pleq, kaq nuk duam më tepër. Ndriçimet, rrugicat na hapen edhe kaq. Ne jemi hankuar 100 herë dhe s'na ka varur asnjëri për këtë rrugicë. Ne i marrim ujrat të zezat ato që po i lën këtu mbi rrugicës edhe po i çojmë në shtëpira. Edhe njerin s'na ka varur fare, na sumuren fëmijët vetëm nga kjo rrugica këtu. Po një rrugicë nuk ka fond shteti të na shtrojt, na bëjt na gjej rrugë zgjedhje për këtë ujin këtu. Nuk ka jemi hankuar, kemi vajtur edhe në Leva në komunë, nuk na kanë varur fare. Se vejnë makinat në hanë, nuk kanë ku t'i çojnë në shtëpira lartë, se fajin e ka shteti që nuk na lejoj të vi, të hapin rrugët që të kalojnë mjet i lartë, pagojnë dokumentat të makinat, i vjedhin, i bëjnë, shpojnë gomat. Kanalizimet e lagjës, plus edhe makinat që kalojnë me shpejtësi, rrimne si shikon edhe vetë. Është një vend i bukur që s'ka ku të vej më, po nuk kemi ç'a bëjmë. S'kemi ç'a bëjmë. Si një orë më para të largohemi nga kjo lagje. Se s'ka, nuk ka ndryqime, nuk ka gjëra, nuk shikon asnjë. Errësirë shikon këtu në lagje. Televizioni Apolloni vuri përballë anëtarët e kryeplejsisë së lagjës së komunitetit rom. Ata pranuan problemet dhe u thanë banorëve se do të angazhohen drejt për drejt për t'i kërkuar zgjidhje Bashkisë Fier si përgjegjëse kryesore. Gjithë banorët e kësaj lagje, për ata që folën, do të cilë të akord me ta. Arsyet janë se kanalizimet tu janë për fajt zezë, ndriçimi për fajt zezë. Rrugët që të çojnë në lagjen e sipër nuk ka. Ta që kanë makinat tu i kanë për këtë arsye se nuk kanë ku t'i çojnë dhe i parkojnë në rrugë në një kohë që bëhet pengesë për një ambulancë, një zjarfikse, një diçka që duhet. Themi lart, tek lagja lart nuk ka as ndriçim, as ndonjë gjë, eci në një rrugë dhish për të vajtur ke shtëpia vet. Po ku do ja kërkoni ju zgjidhjen? Bashkisë. Bashkia bën atë me beton, me të gjitha. Pikë statike. Po. Dhe aty të hedhin plerat komplet. Nuk ka pse të hapet, bllokohet gjatja. Dhe qytetarët e Frankos kanë drejt që të kalojnë të ashtu, pastaj se aty bllokohet nga plerat. Tani problemi i lagjes tonë këtu nuk është vetëm tek pjesë e plerave që hidhen atje, këtu ka shumë lloj problemesh. Problemi më i madh është këtu te lagja jonë se këtu kalamajt mosha 9 deri në 15 vjeç, këtu marrin motorra, makina pa letra. Këtu ikin shumë me shpejtësi. Edhe ky problem është shumë i madh. Edhe ne përpiqemi që mos të ndodhi se i problem që ndodhi atje në Durrës. Duhet marri masa shteti, policia sidomos, që të bëjnë një patrullë, që të caktoj një orara. Mosapja rrugëve krijon pengesë për lëvizjen e makinave të tjera se ata jenë në rrugë. Ata thanë krijon dhe konflikte. Krijon dhe konflikte me njëri tjetrin dhe me zonën të Frankut që kalojnë aty, krijojnë shumë probleme. Për mbetjet urbane duhet të caktohet një vend i posaçëm aty që mbetjet urbane të stabilizohen në një vend të caktuar sepse bllokojnë lëvizjen e automjeteve. Rruga jonë këtu është bllokuar nga ato mbetjet urbane, aty kalojnë vetëm nga autostrada. Autobusi është i tretë vit që është ndaluar autobusi këtu, nuk kalon autobusi sepse aty çajnë gomat. Bashkia vjen çdo javë i heq ato mbetjet urbane, pa aty krijojnë shumë mbetje urbane dhe ka pa përballueshme bashkia për të hequr ato. Gjithashtu, ata i kërkuan Bashkisë Fier të ndërtojë një pikë statike për grumbullimin e mbetjeve urbane, që ato të mos bllokojnë rrugën dhe policisë të intensifikojë kontrollet në rrugën kryesore të lagjes së Romve, e cila lidh edhe 10 fshatrat e Frakullës për të ndëshkuar ata përdorues mjetesh që lëvizin me shpejtësi dhe rrezikojnë jetën e banorëve.